Çfarë bën juve për të balancuar atë që quhet varësi ndaj teknologjisë? Pjesa e varësisë është një problem deri medicinal, diçka që po e vrej edhe teoritë e fundit po tregojnë që fokusi ose vëmendja është kurtu tepër shumë, deri vonë ka qenë 12 sekonda, ka rënë 8 sekonda, thuhet që realiteti është 3 sekonda. Kështu që është e tmerrshme, një fëmijë sot luks është ose quhet një luks vëmendja ose fokusi i cili është pak më i gjatë. Askush nuk ta kushton vëmendjen e duhur me ndëgju për atë që për një me ti ki diçka me tregu ose me thonë. Kështu që mendoj që duhet ruhet me patjetër se të balancohet me këtë pjesën tjetër. Çfarë bën juve në programet tuaja të edukimit? Programi jonë i edukimit nuk është shumë në aspektin e balancimit, për arsye se fëmia i cili vjen te na është i lidhur me kompjuterin, edhe gjatë gjithë kohës ka me qenë i lidhur me teknologjinë. Mirë po çka thojmë na është që kohën e shpenzuar kot te shtëpia, mos e le me shpenzu kot, mirë po kthehen kohë produktive, tu i marr mësimet që i marrin te na, edhe ajo pjesë duhet me u shfrytzu, mirë po jo me u kalu me scrolling ose me humbje kohë në për platformat ndryshme digjitale. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.